Leximi i ditës, Ungjilli Lukës, kapitulli 18, vargu kyç. Ky taksambledhësi u kthye në shtëpinë e tij i justifikuar, dhe jo ai fariseu, sepse kushdo që lartëson vetveten do të poshtërohet, por kush poshtëron vetveten do të lartësohet. Shpjegimi. Kapitulli 18 ka dy mësime kyçe mbi lutjen: këmbëngulja, parabola e gjykatësit të pandershëm, dhe provojtëria, parabola e fariseut dhe taksambledhësit. Jezusi zbulon se lutja e pranueshme nuk bazohet në veprat dhe krenarinë tonë si fariseu, por në vetëdijen e thellë të nevojës sonë për mëshirën e Zotit, si taksambledhësi. Kjo është esenca e Ungjillit. Vetëm ata që poshtërojnë vetveten do të justifikohen, shpallen të drejtë para Zotit. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 18. O Zot mëshirëplot, unë të falenderoj që Ti i shikon zemrat tona dhe jo veprat tona. Unë rrëfej që shpesh jam si fariseu, duke u krahasuar me të tjerë dhe duke i vënë veprat e mia para nevojës sime për Ty. Më fal për arrogancën dhe për çmimin. Më ndihmo të qëndroj larg krenarisë dhe të trokas në gjoks duke thënë: O Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin. Të lutem më jep zemër të përullur që të mund të justifikohem para Teje çdo ditë, duke u mbështetur vetëm te hiri yt. Amen.